Qëndrimi ynë në mbështesim plotësisht të drejtën e çdo qytetari për protestë. Në mënyrë të palëkundur. Qëndrimi ynë është ky. Ajo është një protestë, nuk është e thirrur nga Partia Demokratike. Dhe nuk ka asnjë thirrje që të mbështetet nga Partia Demokratike. Kështu që ne, në moralin e plot të qëndrimit ndaj protestave, nuk kemi asnjë tendencë që të kemi, pra, qëndrimi ynë është respektimi i plot i protestës. Nuk mund të marrim përsipër asnjë hap i cili mund të krijoj debat të çfarëdo llojit. Pra ne respektojmë, kemi theksojmë, qytetarët e lirë janë, qytetarët e lirë kanë të drejtën të protestojnë për çdo gjë që ata e gjykojnë të arsyeshme. Partia Demokratike ka agjendën e saj të protestave dhe kur ajo thret protest, ajo është e hapur për të gjithë qytetarët që duan të angazhohen. Në këtë kontekst, ne, thash dhe një herë, respektojmë plotësisht protestën.